Grupa keni fjalën. Faleminderit nën kryetare e kuvendit. Në fakt unë dua ta nis pikërisht me situatën që ndodhet Shqipëria sot dhe më vjen keq që nuk është ministri i mbrojtjes pasi foli edhe për emergjencat civile. Uroj që të ketë shkuar në Delvin. Zonja Zhuba, ministri ka një detyrë shumë të rëndësishme sot që duhet jetë atje në zonë. Duhet jetë në zonë atje ku është dhe ku e kërkojnë qytetarët. Zonja Spaiu, kur të përmend emrin mere. Tani unë të mbaroj fjalën dhe fol ti pastaj në emër të ministrit. Unë uroj thashë zoti ministër të jetë në Delvin, e cila është duke u përmbytur pikërisht nga mungesa e investimeve në atë qytet, pikërisht nga braktisja e atij qyteti, pikërisht sepse para fatkeqësisë natyrore në atë qytet ka vite që kanë fatkeqësi politike. Dhe askush nuk kujtohet që do të vi dimri dhe do të bjerë shi, askush nuk kujtohet që ato kanale kulluese, ato infrastruktura të ujrave të shiu do duhet të rregullohen përpara se të vi shiu, por kujtohen mbrapa kur sot kemi ura të shëmbura, që është ura në fakt që lidh fshatrat Kakodhiq, Leftehor dhe Varfaj me Delvinën dhe me Sarandën dhe janë izoluar 3 fshatra, kur kemi sot qytetin e Sarandës dhe qytetin e Delvinës pa ujë të pishëm, sepse sistemi në Navaric është trazuar dhe nuk furnizojnë dot me ujë të pishëm, pra kemi një situatë emergjente. Dhe e keqja në Shqipëri është që kalojnë buxhete pas buxhetit dhe gjithmonë emergjencat civile janë vetë në emergjencë. Sa herë shtojnë ndonjë para në emergjencën civile, ato janë para më shumë për t'u vjedhur, dhe jo para më shumë për t'u investuar në emergjencat civile. Është bërë barsalet se si vit pas viti thoni do blejmë 2 avion, do marrim 2 avion. Për sa i përket avionëve të cilët duhet shuajnë zjarret. Po pikërisht Delvina u dogj në korrik të këtij viti dhe jemi në nëntor të këtij viti dhe vazhdojnë akoma me premtimin që do t'ju dëmshpërblejnë. Kur do t'i dëmshpërblejni banorët e Delvinës dhe banorët e zonave të cilat u përfshin nga zjarret? Kur në 2027 për fushat elektorale do të bëni ndonjë listë blerje votash me atë rast me sebepin e djegjeve të vitit 2025? Kështu funksionon. Si që kujtuat për tërmetin tani për zgjedhjet e përgjithshme, po ata njerëz duan të jetojnë, ata njerëz jetojnë sot për sot, kanë nevojë për ato të ardhura, janë djegur pjesë e rëndësishme e mënyrës së tyre të jetesës, sepse jetojnë me bujqësinë dhe jetojnë me blegtorinë. Jo, po për ju nuk janë asgjë, për ju janë thjesht elemente për të bërë selfie, për dalë aty, shkon deputeti ndonjëherë atje më shumë për të sajdisur atje, edhe nuk ka asgjë, as në këtë buxhet dhe as ka pasur ndonjëherë për emergjencat civile, për përmbytjen apo për qytetet që unë përfaqësoj. Mua vjen keq sepse ata njerëz atje janë njerëz që janë të përkushtuar, janë të lidhur me tokën, janë të lidhur me bujqësinë, dhe janë ndoshta edhe fermerët më pak të vlerësuar nga qeverisja. Në përgjithësi, bujqësia është një sektor që ka pasur rënje. Në tremujorin e 2 të 2025 është minus 2.5%. Edhe qeveria sërish jep 0.58% të prodhimit brendshëm bruto për bujqësinë. Sigurisht fermerët paguajnë inputet më të shtrenjta. Unë kam edhe një problem specifik me zonën. Unë përfaqësoj ata fermerë që sot prodhojnë mandarina. Fermerët e Konispolit edhe agrumet tjera sigurisht, por mandarina është më e njohura mes tyre. Fermerët e Konispolit, Bashkisë Konispol, me në krye ata të Xarrës. Ka nisur në fakt një fushat dezinformimi kundra tyre. Ka nisur në fakt një fushat e cila ka qëllime okulte për t'i dëmtuar ata dhe për të favorizuar dikë që është i lidhur me mazhorancë që me sa duket ka në plan të zgjerohet me laboratore për analizat e pikërisht të mandarinave të agrumeve edhe të bimësisë. Më vjen shumë keq
që do duhet që njerëz të ndershëm që punojnë me djersën e ballit të marrin kosto për lajme të rreme dhe do duhet të jetë shteti që duhet të bëj analiza falas, duhet i japi garanci konsumatorit, sepse dhe konsumatori është i friksuar sa herë lexon lajme për pesticide, për helmime të produkteve që konsumon, dhe do duhet që ata njerëz që punojnë me djersën e ballit aty, pa asnjë subvencion të shtetit, pa asnjë mbështetje të shtetit, ku edhe energjinë elektrike kanë lidhur vetë, edhe shtyllat kanë arritur t'i bëjnë vetë, ata njerëz mos marrin kosto sot për t'i ulur çmimin edhe për t'ia obler për një cop bukë, por të marrin atë që ju takon, se me atë e kanë të lidhur jetën dhe nuk kanë asgjë tjetër me cilën jetojnë. Dhe shteti ju duhet i garantoni që t'i bëni analiza publike dhe ti shpallni ato rezultate për të kuptuar që produkti i mandarinave dhe i agrumeve i Bashkisë Konispol është një produkt i shëndetshëm, një produkt pa pesticide dhe një produkt që mund të konsumohet pa frikë nga konsumatorët shqiptar, por edhe ata të huaj, se po bëni një dëm shumë të madh atyre njerëzve atje. Nuk është rasti të përfitoni për të çuar laborator privat që dojë të ndërtojë njëri apo tjetri, sepse ende unë nuk mund të përmend emra se nuk e di nëse fshihet vërtet një eksponent i Partisë Socialiste, por ju nuk mund ta përdorni djersën e tyre për të bërë biznes. Për të çuar ata dhe për të detyruar të paguajnë nga 200 euro secili çdo muaj për të bërë analiza se kështu mund të fitojnë siguri. Është shteti, shtakuja të shkojë dhe të japi certifikimet nëse janë të sigurta apo jo. Së fundmi, sepse koha këtu ikën shumë shpejt, përveç zonës dua të ndalem në dy elemente të rëndësishme të komisionit që drejtojë të kulturës edhe të turizmit. Sigurisht buxheti i kulturës nuk është surprizë që ka ulje shpenzimet korrente në minus 3,4% dhe për gjithë ata që ju duket një fjalë që se kuptojnë, po ju them që janë pikërisht ato që financojnë programet kulturore, institucionet e artit, muzet, trajnimet, certifikimet turistike, institucionet lokale të kulturës, pra janë baza e sektorit, ndërkohë që nuk nxisin aksesin kulturor apo edhe turizmin gjithvjetor. Më vjen të keq të them që trashëgimia kulturore ka një investim minimal, të pa orientuar, pa prioritete dhe të fragmentuar. Trashëgimia kulturore është zgjedhur në formën koncesionare. Mburremi gjithë ditën me fondacione të cilat i marrin për interesa private, ku i vetmi dhe i pa ariri deri tani se nuk ka tjetër si ata për të glabëruar trashëgiminë kulturore, Fondacioni Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim AADF-ja, i cili sigurisht e gjeni në çdo sit të trashëgimisë kulturore edhe pa kurfar ekspertize. Ai sa na zbuloi dhe japonez në Butrint. Dhe sot peizazhi i mbrojtur i Butrintit, park kombëtar i cili mbrohet nga UNESCO, do të ketë edhe një godin japoneze se çfarë lidhje ka me identitetin, me kulturën, me historinë e atij vendi, apo të Shqipërisë, apo edhe territorit të Pellgut, ku ne bëjmë pjesë edhe të Greqisë e të Italisë, këtë hajde një gjeni ju dhe AADF-ja që bëjnë këto shpikje vetëm për të marrë disa para edhe për të krijuar qendra tregtare në parkun kombëtar të Butrintit. Ajo që bie në sy në fakt është që sado që mburreni me numrin e turistëve, dua t'ju kujtoj vetëm një element shumë të thjeshtë që e dinë gjithë shqiptarët. Në qoftë se jo vetëm turistët, po edhe banorët duan që në Tiranë të kenë një aktivitet, një jetë kulturore, dua t'ju përmend vetëm kaq. Në Tiranë është grop teatri kombëtar. Në Tiranë është i mbyllur muzeu kombëtar. Në Tiranë nuk funksionon galeria e arteve. Në Tiranë nuk ka cirk. Pra ne kemi të vetmin kryeqytet në botë, cirku i vetëm është ky që bëhet nga këta mbrapa meje. Një vetmi kryeqytet në të gjithë Europën dhe në të gjithë vendet perëndimore që nuk ka institucione të kulturës të hapura, që nuk ka institucione kombëtare të cilat t'i përgjigjen nevojave të qytetarëve apo nevojave të turistëve.
Dhe këto duhet ishin prioritete të buxhetit të kulturës. Dhe këto duhet vinin me afate dhe me buxhete konkrete. Nuk po flas fare për jetë kulturore në përbashkit, se secili nga ju atje ku vjen e di që është zero. Nuk ka as infrastrukturë minimale, jo më të ketë kalendar dhe programe. Kështu që kjo qeveri minimalisht do duhet reflektoj thellësisht që ky buxhet të kthehet në shërbim të qytetarëve, të kthehet në shërbim të prioriteteve kombëtare, mos të shkojnë parat tek oligarkët, mos të shkojnë parat te ato koncesione që nuk prodhojnë asgjë, në fundit vetëm pasurojnë një grup njerëzish, por të shkojnë në drejtim në duhur, në drejtimin e pasurimit qytetarëve që sot janë qytetarët më të varfër në Europë. Shumë faleminderit.